Përshëndetje, do t'i tregoj një video tjetër. Unë kam marrë një është plastik nga ato që mban fuçat. Keni parasysh kur I flakni, nuk duhen hedhur asnjëherë. Unë nuk I hedh, ka dhe që I kam hedhur, por dua të tregoj diçka që kam parë në internet edhe pse thash gjithmonë kur blejmë këto stampat, ne na bëhen kështu. Dhe çfarë do bëjmë tani që mos na bëhen kështu? Do t'i presim dhe do t'i tregoj. Atëherë, unë e preva, do pres, domethënë 1, 2, 3 edhe 1 këtu 4. Do e presim edhe këtu. Domethënë këtu në mes, që kam prerë dhe rrotullojmë pastaj. Dhe do shikojmë çfarë do bëjmë. Atëherë, do marrim një shkop dhe do e palosim këtë dhe do ta rrotullojmë. Ja siç do ta bëjmë. Mos e luj. Goca po bën video dhe unë që I flas. Ma ndalo, më thashë që mos shkoj video shumë e madhe. Atëherë fillojmë. E mbledhim komplet derisa të shkojë deri në fund. Ja. Siç po e mbledhim këtu tani. Komplet. Dhe pastaj do marrim këtë që kemi vënë këtu, do e fusim këtu, do e nxjerrim, keni kujdes, do nxjerrim anën e kësaj. Të kësaj do e nxjerrim për jashtë, do e hapim. Do nxjerrim fletën, siç është. Okej. Atëherë kemi ndjen pjesën këtu dhe këtë e lëshojmë. Ka duhet të mbledhet kështu. Okej, dhe kjo nuk ikën, bëhet kështu. E të rresh sa e të duhet edhe e pret. Kur e do, domethënë që të ashtu e mbledh prapë. Mbledhet kjo dhe e futu brenda. Dhe kjo nuk ikën, nuk e lën që t'ikësh. E fusim të kutia vet. Që çik më e madhe, do ta presim edhe pak pjesën e saj që të bëhet më e vogël sa ç'është kutia, sepse duhet futem brenda. Se edhe mund t'i leni kështu të gjitha, mund t'i bëni me një kuti po të doni. Mund ta pres edhe të pjesën këtu. Dhe. Okej, unë e preva. Dhe kjo është. Kaq, kur ju duhet, e të rresh. Dhe nuk kur ju duhet, thjesht hapeni dhe rrotulloni për brenda. Dhe kur do, domethënë që mos të shkatërrohen kështu, sepse kur hapen, kur e merr, që ti e merr te klienti, kjo bëhet kështu, hapet komplet. Kurse kështu është më mirë sepse ti e merr, e pret dhe t'ju ngelet kështu. Nëse se do e heq, e rrotullon prapë dhe e vën. Është më praktike për ta vënë. I bën këtu të gjitha dhe është diçka praktike për ju që merreni me thonë, edhe për mua. Ju përshëndet dhe shihemi në videot e tjera. Ciao!